Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, duke sillur pranë jush ngjarjet edhe diskutimet në fakt që po ndodhin në këtë edicion. Siç duket, ditën e sotme, Egli Tako dhe Jozi e kanë nisur luftën dhe betejën mes njëri tjetrit. I kanë nisur ngjarjet dhe diskutimet mes njëri tjetrit, duke bërë që të jenë më të komentuar në këtë reality show. Egli i thot Jozit, më falni që ti ke hyrë në këtë Big Brother, edhe ke fol në emër të prindërve të mi. Kush je ti që të flasësh në emër të prindërve të mi? Ndërsa ditën e djeshme ja tha dje që nëse ti herën e kaluar ke dal nga ana e gjestit për kulturën që ke përdor, për njeriun që je, për natyrën se si interpreton gjërat, këtë herë ke përmedal nga ana ime nga shtëpia Big Brotherit. Domethënë Egli ka hyrë tashmë me pushkën në dorë dhe po bën namin me të gjithë banorët në shtëpi. Ajo nuk pyet fare se kush është banori, nuk pyet fare se çfarë lojë ka bërë. Në diskutimet e saj nuk ka shansa dhe nuk ka qasje asnjë banor që të lufton për imazhin dhe për emrin e saj. Domethënë, loja ka nisur të bëhet shumë e zjarrt, loja ka nisur të bëhet shumë e nxehtë, lufta po ndodh shumë mes banorëve, por nuk ma kishte prit mendja që do të ketë një debat mes Eglit edhe mes Jozit. Jozi siç duket është i befasuar sepse edhe pak e trëm kjo situata se si mund të jetë gjendja jashtë. Ai mundohet në shumicën e rasteve të mbahet me gjestin, por edhe në këtë raport gjesti po e mbron Eglin dhe po i deli para në fakt në diskutime që ka me Jozin dhe len për të kuptuar duke lidhur debatin e tanishëm me debatin e 2 net më hershëm, kur Loredana i thonte Jozit përse ti nuk më mbron mua, siç unë jam me dashura jote, dhe Jozi thonte që mos më ha probleme jashtë, sepse ti e din shumë mirë se sa e paguaj shtrenjtë unë këtë gjën. Domethënë, Jozi ka frikë nga fama që ka gjesti jashtë, edhe mundohet që të mos e prishën këtë ndjesinë. Domethënë, marrëdhënia mes Eglit edhe mes Jozit është prishur krejtësisht, publiku janë shumë i lumtur se si Egli po debaton dhe se si Egli po i mban gjërat në kontroll dhe në limite, në fakt duke u munduar që t'ja thot Jozit në fytyrë atë se çfarë ajo mendon dhe duke u menduar t'ja thot Jozit direkt atë se çfarë ajo mendon, por gjithsesi, domethënë marrëdhënia e tyre tashmë është shkatëruar. Do doja të marr mendimin tuaj për këtë situatë të ndërtuar brenda shtëpisë të Big Brother.